Zonat malore të Malësisë, përbite e Meral, janë ballafaqruar me largimin e banorëve, me shtëpi të mbyllura dhe me heshtjen që la pas emigrimi. Brezat të tërë u detyruan të kërkojnë jetën larg vendlindjes, duke lënë pas rënjet, kujtimet dhe shtëpitë e ndërtuara me mund. Sot, kjo situatë po ndryshon. Në Grut, konkretisht në zonën e Pasdeçiçit, e njohur edhe si Gjonaj, emër që rrjedh nga paraardhësi i parë që u vendos në këtë treg, nga i cili kanë origjinën këto shtëpi, banesat e dikurshme po marrin jetë sërish. Bashkëvendës të shumtë që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po investojnë në vendlindje, duke rinovuar shtëpitë e të pareve të tyre. Këto investime nuk janë vetëm materiale, por edhe emocionale, një lidhje e gjallë me rrënjet, historinë familjare dhe kujtimet që lidhen me këtë vend. Rregullimi i infrastrukturës rrugore ka qenë një nga faktorët kyç që kanë ndikuar në këto investime. Rruga e re ka lehtësuar qasjen drejt zonës dhe ka krijuar kushte më të mira për jetesë dhe zhvillim. Sipas banorëve, përmirësimi i infrastrukturës pritet të ndikojë drejt për drejt në gjallërimin e kësaj zone. Me ndërtimin e kësaj rruge janë lidhur drejt për drejt edhe disa vendbanime përreth, përfshirë Kalaj, Peq, Gjonaj, Pashkall, Carinaj dhe Skoraq, duke i lehtësuar lëvizjen e banorëve dhe duke krijuar qasje më të mirë drejt shtëpive, pronave dhe zonave përreth. Si merit e kësaj rrugës, aksis rrugor, nga Kalaj e deri në Skoraq, është mas tepërmit diaspora. Këshilli iniciues po e përsëris, këshilli iniciues në krye me Nikolas Sinishtaj, Nrek Gjolaj, Vasil Kalaj, Mark Ivezaj dhe Driton Sinishtaj në New York. Po. Mbi gjitha, duhet të falenderohen edhe komunës së Tuzit në krye me Lindon Gjelaj, të cilët dan buxhetin për këtë asfaltimin tamponimin dhe asfaltimin e rrugës. Jem mirënjohës dhe ua kthev Zoti në shëndet tynet dhe familjes. Ata me vullnetin e tina, me iniciativën e tina, grumbulluan mjete financiare për ndërtimin e rrugës. Jem mirënjohës edhe për kontraktorin i cili në mënyrë shkëlqyer e ka bë punën e vetë. Foli për rruga është që lidh njerëzit, rruga është që lidh fshatnat, rruga është pasuni e cila lidh qytetet, republikat e shtetit. Andaj edhe kjo rrugë mund të thuhet se ka rëndësinë e vetë. Simbolika e tina, simbolika e rrugës është epiteti që e ka dhënë Këshilli, rruga e Deçiçit. Ajo ka simbolik se këtu e dim se çka ka ndodhur, se pikërisht 300 metra vija ajrore. Për këtë rrugë lidh, si thash, Kësheven apo Grudën me Hot me Skorraq. Unë jam mirënjohës për gjithë ata veprimtarë që kanë bë edhe kanë participuar këtu. Për historikun e Këshevës mund të them kështu. Ky vend, banuam pas luftet me 80 shtëpi, ata më ka thënë baba. Unë nuk kam lirë këtu, por e di që është viteve 60-ta. 60 po thuj, 67, 68, atëna bishim me familje për më mbjell frytet e tokës sonë. Edhe, po e shihni edhe vetë, ky vend është braktisur. Ndarë Zoti, se edhe më gëzon një fakt se po shoh interesim edhe të qytetarët këtu, e sidomos ata të diasporës,
shprehin dëshirë me ndërtua, me zgjanua, me rinovua, që pikrisht kjo shtëpia e Nikolasit këtu. Unë e maj met edhe gjyshin e tina presh turkun këtu kur kanë jetua. Me fjalë tjera, ksheva po rinjallët, dash zoti edhe te banojmë. Tash po i tregoj me do krahasime. Këtu thiju i egër s'ka muj me kalua. Bash në të leqe aty e maj met. Stërgjyshin e Nikolasit edhe stërgjyshin e Gjekës, mira shturku në presh turku të. Varfni e male, pa rrugë, pa ujë, pa rrymë. Me do bistjerna, me do bistjerna kanë jetuar njerëzit. Janë ullë, më ka thënë baba, a ullë nana e tina që aty e kemi shpinë, në cem, lukëzi me marë nate bulleret me i bush, me ujë, për mu la faqesh edhe me pi gjatë të ditës. Po. Ajo të regon se qëfar kushtësh ka pa malësori këtu. Kanë diku edhe shkaqet tjera, motivet tjera, edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale, e tash zoti mu këthyë për të miren e malësisë e vendis synë. Gjeka Asini ishte një nga banorët që ka lindur dhe ka jetuar për më shumë se 30 vjet në këtë zonë, tregon se kushtet e jetesës së dikur nuk kanë qenë të favorshme. Rruga pothuajse nuk ka ekzistuar, energjia elektrike ka munguar për një kohë të gjatë, ndërsa ai dhe bashkëmoshatarët e tij kanë qenë të detyruar që çdo ditë të ecnin këmbë për të shkuar në shkollë. Sot Gjeka shprehet i gëzuar që ky vend po ndryshon dhe po zhvillohet, duke parë këtë transformim si një shpresë për të ardhmen e Grudës. Unë kam lindur këtu para 58 viteve. Ato kohë janë ka shumë shtira, kemi jetuar në kushte shumë shtira. Nuk kem pas as gjanat ma elementare tjetës. Këtu kanë kënë, ma parë kur kam jetua vetë, janë kënë 5 shtëpi. Atër kanë shku aty mu shpërngull, njerëzit e në familja jone kemi lëshua të fundit. Po janë marë, njerëzit këtu masë e vërmë që janë marë me blektori. Edhe në punë shtetit, dhe baba më ka punë në punë shtetit në Podgoricë. Ka pa pe këty që kanë punë në punë shtetit, kanë paj punën pe i këty, kanë paj, kanë rrugua njerëzit. Mirë, dhe si ndiheni tashmë që shtëpit këtu në këtë zonë për renovohen dhe duket se për rinjallët edhe kjo zonë? Nihem shumë i kënaqur, tash mendojmë se kam u rinjallë këtu jeta kam u rinjallë këtë vend prap kam u këtu jeta këtu në këtë vend. Infrastruktura ma para kanë katastrofale, dhe më thanë kur gjanë nuk ka pas. Rrëm elektrike, pa rrëm kemi jetua elektrifikimi i këtij vendit është ba në vitin 1992. E si rrugonit për shembull? Kemë rrugua kam. Kemë rrugua vetë. Kam mësua këtë poshtë në shkollë fillore 4 vjeçare, kam rrugua i gjysë kam. Do me thënë 2 drejtime në 1 orë. E kam mësua shkollën 8 vjeçare, kam Grënë Skorrac, aty kam rrugua 1 drejtim 1 orë gjysë. Do me thënë 3 orë në ditë rrugë kam. Cilat kujtime ju i mbani me vete? Mbaj kujtimet, kem hjekëzi, kem jetu ashtirë, nana e baba në kanë rritë me muni me shumë të mlaja. Mendojmë inshallah menimin e diasporë se kem me bandi që kem për mu zhvillu këtë vend. Mirë, po sa i përket fëmijëve apo të rinjve, sa janë ata të interesuar që të shohin se ku të paret e tyre kanë shtëpinë, nga ku vinë, janë ata të interesuar për këtë zonë? Janë të interesuar, me dhe që ditën thonë, si keni muj me jetua këtu e që ditën shumë si kemi jetua shtirë. Përfaqësuesit e kompanisë që ka realizuar punimet rrugore theksojnë se rruga është ndërtuar sipas standardeve dhe e përshtatur për kushtet atmosferike të zonës, duke konsideruar këtë projekt si një investim të rëndësishëm për banorët e kësaj zone dhe për zhvillimin e përgjithshëm të malësisë. Punimet kanë filluar diku në ka fillimi i muajit shtator, dhe pothuajse 99% kanë përpunuar me diku rreth 31 dhjetorit, do të thotë diku rreth 4 muajsh. Çfarë punimesh janë kryer konkretisht në këtë segment rrugor? Këtu kanë pothuajse
tereni aq i thyer sa me mjete autobicikles, pothuaj se ka kanë i pa qarkullueshëm hiç. Tereni është kanë bajargi i thyer, si në gjitha zonat malore, çfarë thon malësisë. A ka pasur sfida gjatë realizimit të projektit? Sfida, s'kena pas ndonjë sfidë, puna na ka ecë mirë. Këshilli për ndërtimin e kësaj rrugë ka qenë i përpikt, i sakt, dhe kur ke dikan që mund ta kesh fjalën fjalë dhe marrëveshjen marrëveshje, atëherë na edhe punët ecin, sepse njeriu ka vullnet, edhe kur është vullneti, domethënë çdo gjë realizohet. A ka ndikuar tereni në dinamikën e punimeve? Po, pak a shumë me terenin jam i njoftuar, domethënë nuk pothuaj se zonat malore të Malësisë i njoh në Altën Ana po 100%, sepse pothuaj se vite me radhë jam të punua vetëm në përmale, se duket që kanë frikë, kanë frikë se në qoftë se filloj diku me puna në fush, kanë frikë se rëzohem, ashtu që mua më lanë vetëm në për zona malore. Por, okej, pak a shumë, sipas pritjeve kanë ecë edhe punimet. Sipas cilave standarde është ndërtuar kjo rrugë? Mendoj që kanë fol vetantarët e Këshillit për atë pjesë, s'm tokon mua me luftua vetin, por mendoj që rruga është punua kualitet, simas planit dhe projektit, ashtu që mendoj që këtu probleme s'ka. Dhe është do të thotë paraparë që kjo rrugë t'i rezistoj kushteve atmosferike të zonës. Në qoftë se kanë edhe kjo faza përfunduar se çfarë do të thotë asfalti, në qoftë se asfalti është i bam kualitet si që është bam para përgatitja e asfaltit, domethënë mendoj që një shekull ka garancian. Sa e rëndësishme është kjo rrugë për banorët e kësaj zone sipas jush? Pa ty mos me i tokua unë kësaj anë apo këtij krahut, domethënë nuk i njoh krejt mirë, edhe këto fshatra kësajte, këto zona, po mendoj se për atë pjesë mund të flasin Venalia, që jetojnë këtu e që kanë jetuar këtu, po mendoj që pak a shumë, mendoj që ka rëndësi shumë madhe kjo rrugë, sepse lidh sparit 2 male, lidh Ngrudën me Hotin. Çdo rrugë, kundo që të punohet, edhe nëse se përdoret në kapacitet minimal, domethënë është e vijshme. Dhe çfarë do të thotë për ju si kompani realizimi i këtij projekti në Malësi? Po, mendoj që një plus do ta kemi, se mendoj që është punuar kvalitet, mendoj që ka dalë mirë, mendoj që nuk kem kur far njollet keqe, vetëm një pozitivitet. Dua të shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe grupin punonjës apo Këshillin për ndërtimin e kësaj rrugë në krye me Nikolasin Sinishtaj, Markun Ivezaj, Nrekën Gjollaj, Vaselin Kalaj dhe Dritonin Sinishtajt, cilët me të vërtet kene një grup dhe një këshill i veçantë, i përpikt, me çka u dëshiroj çdo të mirë. Ndërsa Nikolas Sinishtaj, i cili jeton dhe vepron prej vitësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka lënë një kontribut të rëndësishëm në realizimin e kësaj rruge, ka vendosur të rinovojë shtëpinë e paraardhësve të tij në Gjonaj. Ai tregon se për herë të parë ka ardhur në këtë zonë në vitin 2005, pikërisht te shtëpia e gjyshit, dhe që atëherë ka mbetur një ëndër e kaheshme që kjo shtëpi t'i kthehej jetës. Sipas tij, bashkë me kushërinjt, fillimisht ka ndërmarrë renovimin e varrezave familjare në këtë zonë, si një shenjë respekti dhe lidhjeje me brezat e kaluar. Pas më shumë se 60 vitesh nga ndërtimi i saj nga brezat që kanë jetuar në këtë vend, shtëpia është rinovuar sërish, duke ruajtur vlerën emocionale dhe historike që ajo mbar. Nikolasi shprehet se shpreson që gjithnjë më shumë njerëz të ruajnë këtë lidhje me vendlindjen, duke i dhënë jetë sërish kësaj zone.
Së pari du me falenderua televizionin Bojin, se nëpërmjet ekranit juve, do me thënë pa nis me ardhvet në malësi, e kam pa këtë malësi të bukur, edhe më ka lanë inkurajim që me ardhe me vizitua këtë vend, edhe mu njoftua me këtë popull kaq të mire, kaq të bukur që e gjenjë këtu çdo herë që vije. Për herë të parë që kam ardhë në malësi, është para 20 vjeç, do me thënë me 2005. Pikërisht, kur kam ardhje këtu në këtë zonë që quhet Gjonaj ose Gjon Vuksanaj, që rrjell prej emnit e të parit që ka jetuar në këtë vend, edhe prej nga e kanë origjinën gjithë këto shtëpia këtu. Në atë kohë, këtu ishte i rrugë e mjerueshme, do me thonë me shumë vështirësi me dalë deri këtu, po kur erdha e paç këtë shtëpinë e gjyshit që gjyshi e ka punua me 1962, kjo shtëpi që është 15, dhe aty një kohë kanë jetuar 8 ropë. Ai ka qëndrua këtu në këtë shtëpi me ropë deri me 1968, kur mor rrugë e imigrimit si shumë malësor në atë kohë, dhe vazhduan ato fatkeqësisht ato valët e pandalshme që i kanë shbraz këto troje edhe këto teritoret malore, sidomos e kanë janë lëndua shumë prej atyne valve. Erdha këtu e paç këtë shtëpi, do me thënë androsha gjithë se çka mundi me ba që muj me bjetua kjo shtëpi mos tjetër një gjenerat ma tej. Dhe isha shumë i fiksuar në këtë vend në atë kohë, por i ri student, pa ato mundësit për me kontribua këtu si do sha vetë, po prap se prap e kisha men në këtë vend e zemrën në këtë vend, edhe deshti Zoti edhe u punësova në Tiranë, dhe fillua me jena me renovimin e vorreve këtu. U përpoqme me kushri, i renovu me vorret, pastaj disa vjet pas atyte, do me thonë, mora përsipër për me renovua shtëpinë, edhe shtëpia u renovua e u krye taman 60 vjet pas që e kite ndërtuar gjyshi. Kur e pan populli se pe marrim në mënyrë serioze punimin e rrugës, se u përpoqme i grup atje, edhe do me thonë tanë me i qëllim që të dalin një rrugë, një vend që nuk ka ekzistuar rrugë automobilistike kur. Në atë grup jem përba unë, Marki Vezaj, Nrek Gjolaj, Vasel Kalaj dhe Driton Sirinshtaj, do me thonë i kem përfshi gjitha teritoret që ishin pa rrugë. Tu e marë katunin e Pashkallës dhe vendbanimet Pejiq, Gjonaj dhe Kalaj. Jo vetëm se kjo rrugë i lill dy katune që faktikisht sot për sot kanë banor, Ksheva e Skorraci, por i lill disa vendbanime të njerëzve që shumica e tyre jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mend dhe zemër janë këtu, në këtë Kshevë, në këto vendbanime. Me ata njerëz kem diskutuar shumë gjana. Tash që ka dalë rruga, besojmë që në të ardhmen kem me zhvillua edhe ide tjera. Ide për turizmin malor edhe për agroturizëm. Do me thonë, nuk kem me ndalua derisa të ketë i qarkullim të vazhdueshëm në këtë vend. Ndoshta edhe njerëzit kanë me nis me u kthye këtij vendit. Është një vend atje në Pejiq që është qil tash, Rishto që është qil, që do një njeri që jeton pothuajse 70 vjet në fush, familja e tij, duhen prapë me ju rikthye këtij vendit, ndoshta për një shtëpi pushimore në këtë vend. Dhe kur e pa me se po bëhet realitet, janë renovua 5 shtëpia në këtë vend dhe po vazhdojnë njerëzit të interesuar, të qitë punëtuar ka,
edhe besoj që shumë shtëpia kanë mu renovua. Tash a kanë mu këthy përkohësisht në këtë vend, a kanë mu përdor ato shtëpia për turizëm, e ardhmja ka me kallëzu ata, por është vend shumë i përshtatshëm me besoj për turizëm. Kjo zonë këtu nuk është larg prej Majit Dëçicit, kem dalë edhe me Alenin Gjokaj prej zyres turizmit, edhe kem zhvillua do ide që dhe të hapet i shteg për hiking dhe dhe të vendet pikat e kalimit në përmal deri në Majit Dëçicit atje. Do me thënë, ma kollaj del prej këty në Majit Dëçicit se si janë ba disa shtigje prej fushet e në maje. Po sa i përket punimeve të shtëpisë, a keni dashur të ruani ato pamjen tradicionale të shtëpisë apo ta modernizoni plotësisht? Ashtu e kam bërzije, por shtëpinë jam munua, si me thënë, 90% me lanë në mënyrë originale, tash kam qef me pajis me disa gjana moderne, se në jetën e moderne jem pësua me do komunitete që s'mujmë pa ato ma, ashtu që kam me bërzije pak moderne, por kryesisht me lanë si që është kënë në atë kohë që e kanë lanë, që e kanë lëshua familja. Unë ndihem shumë krenar. Unë duhe me falenderua këtë popull që jeton këtu, e që i qëndron këtu. Se po stishte këtë popull këtu, na malësorët e mërguam e të përhapunën për botë, nuk kishim me pas një derë qilun këtu, nuk kishim me pa atë përfaqësimin e këti popullit që është këtu, do me thënë u falenderimin më të madhja janap popullit Malësisë, ndjej vetin shumë krenar me këtë vend dhe me të zemër jam këtu edhe nuk do të harroj deri në frymën e fundit. A do t'i nxjisë skjollet të tjeret nga Amerika ndoshta të investojnë në këtë zonë? E besoj se po, e besoj se këto vitet e ardhshme kanë me prunë shumë investime në këtë vend, kanë me prunë shumë zhvillime dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin edhe me komunën e Tuzit. Dua i falenderim të veçantë me akushtua komunës Tuzit dhe përfaqësuesve politik të forumit shqiptar, Nik Gjeloshaj, Lindon Zjelaj, Leki Vezaj, Ivan Ivanaj, edhe Drita Rukaj, do me thënë ne kanë mundësua, ne kanë qilë deren, ne kanë afruat që të mundësojmë këtë projekt. Një falenderim të veçantë do me akushtua Franzelit Gjokaj, punë Marsit, që me një punë të kaq të shkelësyeshëm, ne ka mundësua që të kaloj kjo punë me një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe për fund, çfarë do më thënie ka për ju fakti që vendi të parëve tuaj po më rjetë sërish? Për mua është, do me thënë, hala jam andër. Nuk e besoj se kem muj me arrit këtë qëllim, por kur arrit me këtë qëllim, tash kem edhe misione tjera që duhem me i zhvillua dhe me i kryen këtë vend. Në këtë zonën e Gjovuksanet, ku gjinë Nana, kanë jetua pasarësit e Zefkaçelit, Nikol Zefkaçeli, Pjetër Zefkaçeli dhe Vasil Zefkaçeli. Gjithashtu ka jetua familja e Dexhonit Sinishtaj, familja e Mirashturkut Sinishtaj, Gjo Mirashturku ka jetua këtu deri në vitet 90-ta, ka jetua pasarësit e Prençturkut, Nishi i Prençturkut, ka jetua Luknika Sinishtaj, Marktom Gjoshyti Sinishtaj edhe Niksmaka i Vezaj. Kjo zoni ka përfshi 2 fise, ky popull që ka jetua këtu, janë ka një popull i përbasht, një popull që ka shkua shumë mirë, faktikisht shumica e tyne jetojnë sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sot e kësaj dit atje i kemë marrëdhëniet e mira, edhe shumë prej tyne, do me thonë, tanë prej tyne që i kemë në Amerikë janë kyçën këtë projekt, edhe janë të inkurajuam, edhe e kanë zemrën për këtë vend dhe besoj që pasarësit e tyre prapë kanë me u kthye, e kanë mu për me kontribua pikërisht në këtë vendbanim. Kjo zonë dikur e qetë dhe lënë pasdore, sot po shndrohet gradualisht në një hapësirë me potencial të ri, falë bashkëpunimit të diasporës, komunitetit lokal dhe investimeve infrastrukturore. Në të ardhmen mendohet se kjo zonë ka potencial të shndrohet në një pikë turistike,
fal natyrës së bukur dhe relievit malor që e karakterizon. Peizazhet dhe malet përreth mund të bëhen pjesë e një shtegu për hiking, i cili do të lidhë këtë zonë me majën e Deçiçit, duke ofruar mundësi për ecje malore, rekreacion dhe promovim të bukurive natyrore të malësisë. Një zhvillim i tillë do të mund të tërhiqte të rinj, dashamirët e natyrës dhe turist, duke i dhënë kësaj treve një rol të ri në turizmin natyror.